Dy zotë për secilin për ju që jeni këtu, në mirë veçantë ata që jeni për herë të parë, është gëzim me ju pa secilin. Edhe kam menduar sot për këtë javë me vazhduar me mësimet e të dielës. Edhe dëshiroj të lexoj sot një varg nga Bibla, nga shkrimi, fjala e Perëndisë. Ungjillin e Mateut, kapitullin 16, vargu 18, besoj që e dini të gjithë përmendsh. Nëse jo, mund ta lexoj pak. Le të lexojmë pra Mateo kapitullin e 16, vetëm vargun 18, me tekst të veçantë pjesën e 2 të vargut. Ky varg është në një kontekst kur Krishti është duke i pyetur apostujt, pra dishepujt e tij, se kush thon të tjerët se unë jam. Edhe pastaj i përgjigjet, ka një përgjigje nga të tjerët. Por më vonë, Pietri është duke thënë, jep një përgjigje, dhe pastaj Zoti Jezus jep këtë fjalë. Dhe unë, po të them gjithashtu se ti je Pietri dhe mbi këtë shkëmb, do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Pra sot, vëllezër dhe motra, do të jap një mësim që lidhet më shumë me pjesën e 2 të vargut, kur Krishti thot, unë do ta ndërtoj kishën time edhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Nuk do ta shtroj këtë fjalë sot nga një kuptim teologjik biblik, që me pa natyrën hyjnore të Jezusit, edhe pse është ai kreu i kishës, edhe çka do të thonë kisha, kështu jo. Do të përpiqem që të jap një mësim që ka të bëjë më shumë, jo shumë me teologjinë biblike, po më tepër me teologjinë praktike. Pra me teologjinë praktike. Jezusi tha, unë do të ndërtoj kishën time. A mund të thoni ju, pas meje, fjalën që Krishti tha, unë do të ndërtoj kishën time. Edhe një herë që ta bëjmë bashkë një zë, 1, 2, 3. Unë do të ndërtoj kishën time. Kush e ka thënë këtë? Këtë ka thënë Krishti Jezus. Dhe titulli i mësimit që do të ndaj me ju quhet çka është kisha ime. Pra çka është kisha ime? Le të lutemi. Ulim kokat tona përpara Zotit, duke u mbajtur për Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë, duke u mbajtur përmes fjalës së Tij dhe duke u mbajtur për njëri tjetrin. O Ati mirë, burimet që vijnë prej Teje, falënderit që Ti ke dërguar Birin tan Krishtin Jezus, që ne të shpëtohemi. Falënderit Atë, falënderit Bir që keni dërguar Frymën e Shenjtë që të mbetet me ne. Edhe fjalën sot. E lutemi sot Perëndi, derdhin të Ti çdo brengë, çdo hall, edhe vim përpara Te me falënderim edhe me besim, sikurse që u tha, me kokë si me kokër sinapi. Në Krishtin e mirë ne lutemi sot. Amen. Kur isha një krishter i ri, ose edhe madje kur nuk isha hiç i krishter, kam menduar se kisha është ndërtesa. E më vonë, kam kuptuar se kisha nuk është ndërtesa, por kam menduar se janë meshat, tubimet, na që i quajmë të shërbesat ose të mbledhurit, programet. E kur fillova të besoj Jezusin dhe të kuptoj fjalën e Tij, dhjatën e re,
kuptova më shumë se kush është kisha. Çfarë është kisha? Se kishat janë njerëzit. Kisha është trupi i Jezusit. E kur fillova me i dash këta njerëz, kuptova se kisha është familje. E kur kuptova se kisha edhe ungjilli nuk është vetëm për mua edhe për ata që janë familje, po janë edhe për të tjerët, atëherë kuptova se kisha është familja e familjeve. A mund ta përsëritni këtë? Kisha është familja e familjeve. Faleminderit vllajton. Po kretash po vetëm ti e bëre. Pra kisha është familja e familjeve. Kur isha në fillim të besimit, unë mendova që kur të vi në kish, vi për nevojat e mia. E më vonë, duke studiuar fjalën e duke kuptuar më shumë Krishtin, unë kuptova se unë do të vi edhe për nevojat e të tjerëve. Edhe më shumë, kur rrita në besim, kuptova se unë do të vi në kish, jo më për nevojat e mia, edhe jo më shumë fokus nevojat e tjerëve sa për lavdinë e Krishtit Jezus. Kur isha në fillim të besimit tim, normal që nështë a im drejt pak më mirë dhe ku marrë me motivin që pak më udok, më u shfaq në kish, më udokt unë. E më vonë rrita pak edhe mendova, me shku në kish, është një vend i mirë me i pa të tjerët. E tani po besoj që jam rritur mjaft, edhe kam kuptuar mjaft, që kur të vinë në Krisht, unë kam dëshirë me pa Krishtin. Përderisa Krishti e ka thënë këtë gjë që kisha është e imja, e ne jemi në Krishtin, e ne jemi në trupin e tina, edhe ne kemi të drejtën ta quajmë kisha ime. Kisha ime nuk do më thanë nga kuptimi i pronës, nga kuptimi i drejtimit, nga kuptimi i një denominacioni. Kisha ime do më thanë aty ku unë i përkas këtij trupi. Sepse shpeshherë kur thuhet kisha, vetëm fjala kisha ka shumë kuptime të ndryshme, se çka do më thonë njëra dhe çka do më thonë tjetra. Mendoni pak shumë të dashur sot që jeni mbledhur këtu, kur Jezusi e tha këtë se kisha, kjo është kisha ime, për çfarë ka menduar ai? Secili prej nesh mundet me krijuar një pamje në mendjen e vet, sepse kështu me që kam studiuar edhe lehtësi dhe gjuhë, në njëre nga lëndët e para kemi mësuar për teoritë e gjuhësisë. Dhe atje mësohet se njeriu si mëson të flas. Ne mendojmë që fjalët vinë vetëm kështu. Por nga gjuhëtarët më të shquar, ata na kanë bërë të ditur se pas çdo fjale ka një imazh. Dhe truri jonë nuk kupton, nuk i din shumë fjalët, por kupton dhe kujton dhe i mban mend imazhet. Pra truri njeriu të zhbërë në atë mënyrë që të mbaj mend edhe të operoj përmes imazheve. Pra, mund të mendojmë tani se çfarë ka pasur në mendje, çfarë ka pasur në imazhin e mendjes së Krishtit kur ai ka thënë kisha ime, unë do ta ndërtoj kishën time. A mos ka pasur ai në mendje ndonjë drejtues shumë të famshëm që ka me ardhur në të ardhmen? Ose ndonjë program shumë të madh? Vepra, kore, ose çfarë tjetër, teolog? Sigurisht se jo. Ai në mendje ka pasur ty. Atëherë kur ti
ose unë, madje nuk ishim hiç të krishterë. Mund të jetë kjo në deklarat paradoksale, se si në imazhin dhe në zemrën e Zotit, kur ai ka thënë se unë do të ndërtoj kishën time, me kë do të ndërtonte kishën time. Ai do të ndërtoj kishën e vetë me ata që janë të humbur tashmë. Pra, Jezusi ka pasur në imazh, në mendje, kur ka thënë se unë do të ndërtoj kishën time për ata që nuk ishin ende që ishin ata të humbur. Sigurisht nuk është duke i përjashtuar nxënësit e vet, sepse ajo është e nënkuptueshme. Por sot, ndërsa flasim nga teologjia praktike, bëhet fjalë për ata të tjerët që nuk janë të sot. Me një fjalë, Jezusi kur ka thënë se unë do ta ndërtoj kishën time, do të thonë, ai kishte në mendje njerëzit. Nëse nuk e kuptojnë drejt kishën, nuk mund ta duam sakt drejt kishën. Nëse nuk e duam drejt, nuk mund as ta ndërtojmë drejt. Nëse nuk e ndërtojmë drejt, nuk mund as ta shumëzojmë atë drejt. Jezusi ka folur me këtë gjuhë, kisha ime. Edhe unë dëgjoj dhe ju shpesh se këtu mesin tonë nësë të thojnë kisha ime. Nuk është një gabim të quash kisha ime. Është në të vërtet një perspektiv biblike të quash kisha ime. Sepse je duke ushtruar, duke thënë ku e ke përkatësinë. Normal, gabimet pastaj ndodhin sepse kur ai tjetri është një kishe tjetër, pastaj shpeshherë nuk në histori ka ndodhur gjëra të mira. E në fakt, ka vetëm një kishë, ajo çfarë është kisha e Krishtit, kisha globale. Duke qenë ti dhe unë në Krishtin, ajo që është e Krishtit bëhet e jona. Kështu, ungjilli i Jezusit bëhet ungjilli jon. Kisha e tina bëhet kisha jon. Misioni i tij bëhet misioni jon. Edhe çfarëdo që është e Krishtit në këtë mënyrë bëhet edhe jona. Prandaj edhe mund të themi nga kjo perspektivë kisha ime. Njëherë, në një të diele, sikurse sot, ishte një njeri, pasi përfundoi të mbledhur të kishës, një person i tha pastorit, pastor të njoftoj diçka sot ty. Kam vendosur mos të vi ma në këtë kishë. Edhe ai tha, po pse o vlla? Tha, sepse ka shumë hipokrit tha në këtë kishë. E ky tha, nuk bëhet nomi nëse edhe një tha bëhet më shumë, tha, më sik. Kur që s'bëhet. Çka dëshiroj me thënë është se shpeshherë shumë veta nuk e kanë kuptuar mirë kishën. E kanë kuptuar se është një vend, sikur se një klub ku ti duhesh më mirëprit, kaq në mënyrë të pësorsur edhe kur ti je në fokus e jo të tjerë. E ju e dini edhe një tjetër që është, nuk e di a është humor, apo është e vërtet, por një tjetër antar kishë pa thonë një herë, unë po dal nga kjo kishë, sepse mendoj që nuk jeni duke u rritur, jeni të papërsosur. Edhe pastori kishës tha, po është e vërtet kjo vllai dashur. Unë vetëm i papërsosur, edhe të tjerët janë po kështu. Veç nëse vazhdojmë edhe tha, po unë do të shkoj aty një kishë që është e përsosur. Ai tha, po unë tha një plot kisha që janë të përsosura. I tha pastori. Por në momentin që ti do të hysh aty, ma nuk do të jetë ajo kishë e përsosur. Edhe një tjetër mesele, një besimtar po çante për para kishës. Po çante për para kishës. Edhe erdhi fryma e shenjtë dhe e pyeti. Pse çan biri im? Tha,
s'po mlojnë tha brenda. Po unë nuk dua mu largua nga kisha ime. Unë këtu tha du me nejtë. Ata më kanë përzonë, më kanë qërtua, nuk më dojnë, e kështu. Fryma e shenjtë tha, mos u mërzit birim, se dhe mua tha, mati më kanë largua. Mos u mërzit. Sepse dhe mua më kanë largua për e qmaj që ti këmgull për kishën tane. Dëshiraj të them me këto 3 ngjarje, këto 3 ilustrime, ose 3 shaka, ose ndodhi që pra nuk është për sësmëria brenda, edhe shpeshherë ndodhin telashe të ndryshme. Por sërish do të kthehemi se çfarë ato Jezusi na thotë që të jemi të kisha e tij. Mirë, pra përmendëm më përpara se kisha është trupi i Krishtit, edhe kjo na thuhet tek 1 Korintansve 12:27. Ju jeni trupi i Krishtit dhe gjymtyr të tij secili veç e veç. Të gjithë ne jena gjymtyr të trupit të Jezusit veç e veç. Kështu që kur na sheh neve bota, ata po shohin Krishtin. Nuk ka rëndësi se çfarë gjymtyre ai ta ka bën, por është Krishti shihet. Edhe tek Efezianëve na thuhet që Krishti është kreu. E askush në trupin e Jezusit nuk është i tepërt. Ne kemi 2 duar, edhe se cila dorë ka nga 5 gishta, dhe kjo është normale. E në trupin e Krishtit ka shumë duar, ka shumë gishtëri, ka shumë sy, ka shumë muskuj, ka shumë këmbë. Kështu është trupi i tij, kështu më paramendohet. Në trupin e Jezusit askush nuk është i panevojshëm. Në trupin e Jezusit kush nuk thot unë kam u bë dora, unë kam u bë syni, unë kam u bë kama. Nuk është kjo zgjedhje. Vetë Krishti kreu e din se ku ai të bën, për çfarë të bën. Nga kjo kuptojmë se askush nuk është i mjaftueshëm veç vetë, sepse na duhet trupi. E në problemin që në kohën kur ne po jetojmë sot, është po rritet një problem, e ky problem thot, ne e duam Krishtin, ama nuk duam të dëgjojmë për trupin e tij. Unë e duam shpëtimin, por shpëtimi është vetëm për mua dhe jo për të tjerët. Pra të themi që duam Krisht, e mos të jemi në trupin e tij, këto dyja nuk shkojnë bashkë. Problemet po rritën kudo në Evropë dhe sidomos në shëtrimin perëndimor që njerëzit duan bekimet e jo përgjegjësinë, duan shpëtimin pa përkatësinë, duan qiellin po jo familjen shpirtërore. Ne dëgjuam nga motra Lina këtu sot që si ajo e ka ndje këtë përkatësi shpirtërore, këtë përkatësi familjare. Kisha nuk ka mundur të e gjitha të shkoj në atë vend, në atë adresë të caktuar, nuk kanë mundur. Por duke qenë në frym, duke u lutur, duke e bashkëndje çdo nevojë kështu, e ka përjetuar ajo dhe familjet të tjerët, edhe për raste të tjera që ne i dim. Një herë vendosi gishti dorës, ky më i vogli tha, unë nuk dua më të jem këtu. Sepse jam më i vogli. Unë nuk po dukem, më duket që jem këtu kot, s'kam kur far dobije. Unë nuk jam më i madhi. Kur njerëzit nuk fillojnë me numru pe i këtuhit, po pe i kanaltit. A i tha, një herë tha, kum dasht me marrë, tha, rolin e gishtit tregues dhe kitë kanë qish me mua. Kur gishtit tregues bën kështu, krejt njerëzit shikojnë.
E unë kur bëra njëherë kështu, askush nuk më mori seriozisht. E njëherë desha tha të marrë rolin e gishtit të unazës. Ishte në gjumë dhe e mora unazën dhe vendosa. Edhe ra edhe më humbi. E mora njëherë rolin e gishtit të mesëm. Edhe më përqeshën. Kaq tepër. Sa që unë vendosa një ditë me heq vetën time prej dorës. Dhe u shkëput. E pastaj vdiq. Pra gjymtyrët tona janë të lidhura me trupin. Sa do të vogla, sa do të padukshme kryejnë rolin e vet. Me këtë dëshirojmë të themi se në besimin sipas djatës së re nuk ekziston një krishterim dhe një krishteri izoluar, përveç në raste të tjera kur dikush e ka detyruar. Kur Perëndia na ka shpëtuar, ai na ka vendosur në Krishtin dhe na ka vendosur në trupin e tij pra. Nuk na ka lënë diku tjetër. Ne jemi vendosur në trupin e tij, prandaj me të drejtë nga ana praktike themi se kisha është e imja. A mos ka provuar ndokush për jush me ecë me këmbë? Apo mos ka provuar dikush të hani pa duar? Ose të dëgjoni pa vesh? Kushdo që ka provuar këto, dihet se si ka përfunduar ajo gjë. Prandaj nuk është pyetja a ka nevojë kisha për mua. Pyetja është unë kam nevojë për kishën. Unë kam nevojë për trupin. Nuk e di kush ka mundë të thotë se pa kishën ka mbetur një person shumë i gëzuar, shumë i themeluar, shumë i kompletuar. Cili ka qenë ai? Pra pyetja biblike sot që mund të shtrohet është: a mund të jetë trupi shëndetshëm pa pjesën që Zoti ma ka caktuar mua? Shumë besimtarë nga ana tjetër mund të mendojnë, nëse nuk vi këtë javë nuk bëhet nami, sigurisht nuk bëhet nami, jo pra, dhe ne nuk duhet kurrë që këtë gjë ta bëjmë shumë formale. Nuk duhet të bëjmë ndonjë lloj presioni njerëzve për shembull, pse nuk vinë në një të mbledhur. Sepse kisha nuk është vetëm të mbledhurit e një të diele. Do ishte shumë pengesë, madje çfarë lloj presioni, ku jesës kemi pasë sa kohë. Po mirë, ai më në fund bile erdhi, po pse si ke pyet më herët? Pra, shikoni për nga njerë edhe motivi i mirë, në fund del që nuk është inkurajem, nuk është ditje, nuk është e mënyrës së duhur. Të gjithë ne jemi me dobësi të veshur, dikush më shumë, dikush më pak, dikush më shkurt, dikush më gjatë. Por sikur problemi është nëse ne mendojmë se s'kemi nevojë për trupin. Shumë të krishterë tani kudo, kam dëgjuar edhe në Amerikë sidomos, që thonë, ne nuk po largohemi nga Zoti, por nuk kemi nevojë të jemi në kishë, sepse unë mund të jem në shtëpi me familjen time. Sigurisht, sa ty do jesh tër javën. Por diçka e ngjashme nuk është sipas zemrës së Krishtit. Nëse është familja jote dhe imja apo jote që e hapim dhe që familja jote të bëhet kisha e tij, patjetër se po. Po në mënyrën se si sot në Perëndim, sidomos, edhe ne po prekmi gradualisht, është duke rënuar mjaft shumë komunitetin edhe ajo që quhet gjallënia e vetë komunitetit në Krishtin. Sigurisht, se në këtë betejë shpirtërore djalli ka një taktik, fillimisht të largohesh nga bashkësia. E pastaj vazhdon me moslutjen,
pastaj vazhdojmë me mënyrën si e trajtojmë fjalën, pastaj misionin, e dikur metën vetëm fotografitë, kujtime. Prandaj Satani jo çdo herë do të vi ta nxjerrë rrugën ty dhe mua me thonë Krishti nuk është kështu ose ashtu. Taktika e tij e mirë që 2000 vjet është, ka provuar shumë gjëra dhe njëra më e efikase që është duke ndodhur në këtë shekull e fundit, dekada e fundit është me i izolue të krishterët edhe me u dhënë pasione të tjera edhe të nxënë për punë tjera. Shohim në dimension tjetër kishën si familja e Perëndisë. Kush ishte aty kur ti u pagëzove? Kush ishte me ty kur kalove një krizë? Kush u lut për ty kur ishe në një dhimbje dhe në spital ndoshta? Kush erdhi kur humbe njeriu tënd më të dashur? Kush të gëzoi kur u bekove? Në shumicën e rasteve përgjigjja është një vlla në besim, një motër në besim, një grup i kishës, një nismë e kishës. Nuk po them se çdo herë kisha është shembullore. Shpeshherë kisha për besimtarët mund të jetë egoiste. Por po themi se kur ajo funksionon, përgjigjja është se në shumicën e këtyre rasteve është kisha. Nuk ka rëndësi ai personi dje, ai gazetari në sheshin e Prishtinës që ka përjetuar këtë mrekulli. Ndoshta kur nuk do të vjen te Krishti. Ndoshta kur nuk do të vi këtu. Na nuk e dim çfarë do të ndodh, por një gjë, ai kur nuk do të harroj. Një ditë kur do herë ai ka me thonë se ishin një grupi të krishterëve, nga një kishë ose s'ka rëndësi, që u lutën për mua dhe mua atë ditë më pushoi dhimbja. Kur kjo nuk do të harrohet, ai ka me përmend. Pra shpesh po ndodh që ne e zhvlerësojmë familjen, edhe i mbivlerësojmë ata që si familje heq. Normal që ne jemi për botën, do të kemi meqe, do të kemi shok, por nuk mund të mbivlerësojmë të tjerët më shumë se sa familjen. Aq më përpara familjen shpirtërore. Pra kjo është e vërtetë për kishën. Mund të jesh i pasur, mund të jesh i varfër, mund të jesh me karrierë, mund të jesh pa karrierë, mund të jesh i shkurt, i gjatë, me këtë ngjyrë, me atë ngjyrë, mund të kesh biznes, ke biznes, pa punë, me punë, mund të jesh me zemër të plot, me zemër të thyer, por njeriu në fundit nuk ka nevojë për predikime. Fundit njeriu ka mi harruar krejt programet i kishave ku ka marrë pjesë. Në fundit njeriu nuk ka me i kujtua këngët që i në kënduar këtu. As nuk ka me i mbajt mend çfarë kanë pije, çfarë kanë hangër. E po kisha nuk është audiencë, kisha nuk është një palestër, kisha nuk është një sallë, kisha nuk është një aktivitet. Pra kisha është familja e familjeve. E në familje çfarë ka? Është veni ku ndërtohemi bashk, ku çajmë bashk, ku gëzohemi bashk, ku lutemi bashk, kur ham bashk, rritemi, qërtohemi, idhnohemi, kthehemi prap, flejmë bashk, bëjmë ditën punë, është familje, s'kemi të fshehur, nuk pretendojmë, nuk marrohemi sikur jemi kështu ose ata, i dim kush është identiteti, i dim nga vim, i dim planet se cili është në ta, jemi pranë sofrës, e kjo është familja. E Galatasve pali mëson kishat e Galacisë, mbani barret e njëri tjetrit. Sot, normal që shumë kisha kanë njerëz që vinë dhe largohen pa i njohur kush hiç. E kjo nuk është tipari i familjes.
Njëherë një pastor amerikan në një kishë në Amerikë më tregoi një gjë. Ishte një njeri I vjetër me emrin Mark. Marku kishte ndruar shumë kisha. Dhe tani ishte në moshë mjaft të shtyrë. Edhe kishte vendosur të shkonte në një kishë atje për herën e fundit. Edhe ai kishte thënë Zotit, Perëndi, dua sot një shenjë me pas prej teje, konfirmuese. Nëse askush edhe sot nuk vjen që të më flas, unë ma kur këtu s'kam ardhur. 3.000 veta, 5.000 veta në atë kishë, ose për rrethana tona, 50, 100, 200. Edhe pastaj dolën të gjithë. Njëri pas fëmijëve, tjetri me shkuat e diku tjetër, edhe secili u shpërndan dhe ai mbeti. Shkuan të gjithë. Edhe askush nuk I foli. E në fund, erdhi edhe një person që ishte po kaq gati I moshuar, doli nga banjat. Ishte me baston. Edhe ky njeriu Marku tha, s'pas ka mbet asnjë njeri në kishë. Vetëm ky. Po pse si flasu në këtij personi? Say hi, my name is Mark. Oh, tha, nice to meet you, tha Mark. My name is Paul. Edhe kështu njoftuan. Edhe Pauli tash më thot, tha, a di tha çka Mark, çon shpuna Mark? Faleminderit shumë, tha, që ti ke ardhur më fol sot. Sepse unë pa ta vendos që sot me kanë hera fundit në këtë kishë, sa jenë që 20 minuta në banjë kom shku të kajt. Pse, Paul, çka u bon? Po tha jem këtu që shumë vjet askush nuk më flet. Ky vetë me vetë I fol tani vetes, oh bobo. Nuk qenë kam I vetmi. Edhe atë ditë ajo kishë I pati edhe 2 antarë më shumë. Edhe filluan me u kujdes për një tjetrin dhe me I barët tona, barët e njëri tjetrit. Kjo na duket si surreale, por na ndodh shpesh. Kemi kohë të shënt me kalu për diçka tjetër, as kemi kohë për 2 minuta një person me pyet, e me përqaf, edhe se si është, çfarë mund të lutemi, a mund të takojmë gjatë javës, e kështu. Pra, në familjen e Perëndis nuk ka spektator, por ka vetëm je pjesë, je antar I familjes, nuk ka spektator. Kisha është pra misioni I Krishtit si pikën e tretë. Shkoni dhe bëni dëshepër në mbar botën. Veprat 1:8 po ashtu Jezusi tha, bëni dëshmitar të imi kudo. Pra kisha nuk ekziston për vetën e vet, ajo është për botën. Një kishë e cila jeton pa ungjillin, edhe ka lënë ungjillin poshtë, domethënë që ajo ka filluar të vdes. Në kishën e hershme askush nuk ishte spektator, secili bënte diçka. Ishin dëshmitarë, nuk ishin vetë dëgjues, ishin shërbyes. Nuk ishte vetëm njerëz që po përfitonin, po ishin të gjithë kontribues. Shpesh themi, po kjo është një punë atyre që drejtojnë kishën, janë shërbenjësit ose dikush tjetër. Po na tregohet që Biblia normal që Krishti ka vendosur drejtues edhe antar për këta janë të gjithë bashkë. Detyra drejtuesve është me I pajisë shenjtorët. Për veprën e shërbimit. Pra drejtuesit e kishës nuk janë për punë të tjera. Kjo është thirrja e tyre me I pajisë shenjtorët. Të tjerët bëjnë punë tjera. Çështja sot një pyetje tjetër është në cilën pjesë të misionit të Krishtit unë jam duke marrë pjesë. Në atë çfarë është humane, sociale, në atë çfarë është në kishmbjellje, në atë që është për edukim, arsimim, në atë që është ungjilli, në atë që është mësimdhënia, në cilën pjesë të kishës unë jam duke marrë pjesë. Sepse nuk duhet të jemi spektator.
Pra le të jemi sot të hapur vëllezër dhe motra edhe të sinqert. Një nga rreziqet tona më të mëdha, që nuk është se po e them unë, po e dëgjojmë shpesh për kisha, konferenca, takime, video, materiale gjitha këto, është se antarët e kishës e shohin kishën si konsumator. Prandaj ne pyesim të tjerët dhe veten: a të pëlqeu predikimi? Po këngët e adhurimit, a të pëlqyen? Se ishin sot, si ishte shërbimi, pritja, se ishte muzika, a unë ndjeve mirë, a erë dikush të më fliste. Pra ne kemi nisur me një mendësi që të shohim kishën si konsumator, si një restorant, si një hotel. Në çdo hotel tani ka një pyetësor që ta të pyesin, hey, si ishte kjo, si ishte kjo, si ishte kjo. Po rrallë një pyesim, kë ndihmova, me kë u luta, kë do të vizitoj, kë jam duke e dishepulluar ose kë jam duke dhënë mësimin, kush po ndërtohet prej me, nëse secili do të mendonte kështu, paramendoni si do të ishte kisha. Si do të ishte një kish pas 3 vitesh nëse është kështu? Kjo pyetje duhet më na trondit gjithë neve. Pra, Krishti nuk po ndërton konsumator, ai është duke ndërtuar familje, kishën, ai ndërton kishën e tina. Nga njëre ne lutemi në kishë: Zot, bekoje kishën tonë. Zoti mund të përgjigjet: po, unë do ta bekoj. Po ti, a je bekim për kishën? Ne lutemi shpesh: o Zot, rriti kishën. Zoti përgjigjet: po unë kam e rrit kishën. Po pyetjen që ai ma bën mua dhe ty është: po ti, kë je duke sjellur te Krishti? Kë je duke themeluar? Pra, forcoje kishën, rrite kishën, bekoje kishën, ka dhe një pjesëmarrje si të Zotit edhe tonën, se thamë se kisha është e jona. Ne shpesh presim pra vetëm nga Perëndia ose vetëm nga drejtuesit. Po në këtë mision ne jemi të gjithë të thirrur për ta përmbledhur. Çka është kisha ime? Kisha ime është vetëm trupi i Krishtit ku unë jam gjymtyr. Edhe jam rahat me këtë gjymtyr që ai e ka bën. Nëse nuk e ke gjetur ende se cila gjymtyr je, pyete Perëndin, po pyete edhe të tjerët. Në Gjakov, në Kosovë e kena ma me mesele, na thonë, ta Gjakovartë thonë që nëse donë me ditë se si është puna në Gjakov dhe kujshit e tu, thonë shko pyet në Prizren ose në Pej, ose na e kemi këtu edhe mangat, për me ditë si që është shtëpia, shko vetë të kujshia. Pra ne nuk do shkojmë të kujshia, po njëri tjetrin mund të pyesim se si e shohim njëri tjetrin si gjymtyr të njëri tjetrit. Familja e Perëndis është aty ku unë kam përkatësi. E misioni i Krishtit është aty ku unë kam përgjegjësi. Nuk është vend thjesht veç një vend ku vi, po është një vend ku unë i përkas. Disa njerëz në kishë kur vinë dhe ulën gati pothuajse të njëjtin vend. Edhe kjo është e mirë shpeshherë, sepse i përket afarvenje sikur e zotron. Por unë kisha me thonë, atë vend bënja dikuj tjetër. Në karrikën ku ty më shumë dhe të pëlqen, në vendin ku më shumë dhe të pëlqen me nejt, shiko, bëne një person tjetër, let ulet në atë vend. Një person nuk e di kujt, po e dërgonim dikun për shërbes, edhe i thash ati qifti: ju do të shkoni atje derisa ato 2 karrike do t'i mbushni me 2 personat e tjerë. Edhe kështu ndodhi. Pra, çështja është, unë nuk jam për të vetëm e marrë në kishë, sepse tjerë do t'japin nga kisha, por është edhe me dhanë. Nuk është vetëm vendi ku unë dëgjoj, po është edhe vendi ku shërbej.
Vëllezër dhe motra të dashur, një ditë ne nuk do të kujtojmë shumicën e gjërave më të mira që kanë ndodhur në Kish, por kena me kujtuar njerëzit. A mundi me kujtuar tani për shpejt se sa njerëz kemi pasur në Kishën tonë? Mendoni vetëm ata që nuk jetojnë më në mesin tonë. Që 32 vjet. Mendoni për ata që u keni dhënë Ungjillin. Mendoni për ata që kanë shkuar në Amerikë, kanë shkuar në Kanada, kanë shkuar në Zelandën e Re, janë diku në Skandinavi. Mendoni për ata njerëz. Mendoni për ata njerëz të cilët u dhanë juve Ungjillin fillimisht. Disa prej tyre ndoshta edhe kanë shkuar, kanë ikur nga besimi. Kisha është e njerëzve, kisha është e Krishtit. Kisha është po ashtu e jotja. Sa është e Krishtit, sot është edhe jotja. Le t'i kujtojmë këta njerëz çdo herë sepse është një thirrje nga drejtuar nga letra e Hebrejve, na thuhet që ne t'i kujtojmë këta persona. Do t'i kujtojmë dhe do të lutemi për ta. Do t'i kujtojmë ata që na vizituan, ata që na ngritën kur ne ram, ata që na drejtuan te Krishti, ata që na deshën, ata që bën favore për ne kur kishim më shumë të nevojë. Ata që na dhanë krahun, ata që edhe kur ne nuk ishim besnik, vazhduan me ecë me neve dhe na deshën. Ata që na dhanë nxitje, ata që na thirrën, hajdeni për kafe, hajdeni në shtëpinë tonë, hajdeni dalin për të ecur. Ata që ishin të durueshëm me ne, ata kur dhe ne kemi sha edhe ofenduar edhe për shkak një skandalit të vogël pa fajin e tyre, sërish në kanë pranuar. Ata që kanë qenë me betejën shpirtërore, mi kujtua ata që i kanë hapur Biblën me ty mas pari, mi kujtua ata që janë bas shkas për më njoft një vajzën ideal, e sot janë familje. Është koha për me nderua ata persona dhe me falënderuar Perëndin në jetën e juaj çfarë do roli që ka ndodhur. Pa i përjashtuar prindërit, nuk ka rëndësi janë të krishterë ose jo të krishterë. Të falënderuar ata që kanë ndikuar në jetën tona, që ishin mësues ose të afërm ose ku do të qofshin. Ata kanë shembull për ne në këtë udhtim që nuk u dorëzuan derisa morën përgjigjen nga Zoti. Të vazhdojmë edhe ne sot që jemi këtu. Ata që Krishtin e patën e ne kemi pa në jetë të tyre që kanë pasur Krishtin të parin. Të vazhdojmë edhe ne kështu. Ata që nisën punën për Perëndin dhe përfunduan me Perëndin. Ata që u dhanë për Krishtin dhe tjerëve u dhanë Krishtin. Ky është thesari i kishës. Ky është thesari i vërtetë i kishës. Kjo është trashëgimia e vërtetë e kishës. Dhe ky është plani i Krishtit për kishën. Kjo është kisha ime. Kësi lloj kishe unë dëshiroj të ndërtoj bashkë me ju. Kësi lloj kishe ju do të ndërtoni kisha të tjera. Në qytetet e juaja, në vend punët e juaja, kudo që jeni. Prandaj askush mos të pyet më, çka do të thonë kisha ime? Dhe tjetra, tash Zoti që ne të kuptojmë edhe më gjerë se çka do të thonë kjo kisha ime. Pra në vend që të pyesë se çka është kisha ime, pyet, çfarë antari kishës së Krishtit unë jam sot? Sepse sa më shumë të ngjajmë Krishtit, aq më shumë kisha do të ngjaj Krishtit. A e dua në kishën aq sa e do Krishti? Secili prej jush po si mundet me dashur? Po unë u tregoj, Jezusi ka dhënë jetën për jo të krishterët, por për Krishtin, asnjë jo i krishterë nuk e ka dhënë jetën. Për Krishtin kanë dhënë jetën të krishterët, ata që kanë njohur Krishtin. Pra ai e don kishën, edhe ne duhet ta duajmë kishën e Krishtit po ashtu sikur sa ai e deshi. Edhe këtë na thotë Efezianëve 5. Lidhuni me trupin e Krishtit, e mos jemi vetëm frekuentues të her pas hershëm.
Jo vetëm kur ka fushata dhe kur ka thirrje, por kur zemra rre, aty le të dalim. Le të mbajmë barrat e njëri tjetrit, në këtë familje që duhet të rritet të shtohet në këtë vend dhe kudo tjetër. Le të kontribojmë për misionin për ndërtimin e kishës dhe shtrimin të ungjillit. Le të ngritemi në këmbë dhe të lutemi. Zot, mos lejo të jem vetëm pjesëmarrës në kishën time. Më bëj gur të gjallë në ndërtimin e saj, më bën një gjymtyrë aktive në trupin tënd, pjesëtar të familjes së familjes sate dhe bashkëpunëtore ministër në misionin tënd. Pra mbyll sytë, ul kokën dhe unë do lutem duke lexuar edhe një herë këtë lutje. Zoti Jezus, mos lejo që të jem vetëm një pjesëmarrës në kishën tonë, por më bë një gur të gjallë, më bë një ndërtues të madh, më bën një gjymtyrë në trupin tënd, e pjesëtar të fortë të denjë të familjes tënde, një bashkëpunëtor e ministër në misionin tënd, derisa ti të kthehesh. Amen.